mirë se erdhët në këtë epizod të ri dhe ndoshta i fundit, sepse në këtë epizod do trajtojmë muajin e 9. Në fakt, muajin e 9 dhe të 10 varet se si i ndajnë, se nganjëherë i quajnë edhe muajin e 10 këto javët e fundit, 38-40, por unë do ta konsideroj nga java 35 deri në javën e 40 si muaji i fundit. Ky do të jetë epizodi 9, edhe ndoshta do të kemi një epizod të 10 për eksperiencën time të lindjes, por këtë nuk ju premtoj sepse do shikojmë. Tani, jemi në javën e 35. Aktualisht dhe unë jam në javën e 35 edhe disa ditë, do t'ju tregoj barku në javën e 35. Ky është një bark në javën e 35, por po tregoj barkun tim, një bark mi mundshëm, sepse ka goca, ka mama që e kanë akoma më të madhe se sa imi dhe ka mama që e kanë shumë më të vogël se sa imi dhe kjo është totalisht okay. Nuk është se duhet të krahasojmë madhësinë e barkut, thjesht për kuriozitet. Në javën e 35 jemi në një javë që bebi quhet akoma prematur, por nëse do të lindte, do të ishte javë që të merrte frymëvet. Dhe këtë e them nga eksperienca që pata në spital fundjavën e kaluar. Kishim një epizod kështu që unë nuk ndjehesha mirë, shkova që të bëja disa vizita, edhe doktoresha më qetësoi dhe më tha, sido që shkoj puna, tani bebi mund të marrë frymë vetë, nuk kemi nevojë për atë procedurën që ta ndihmoj bebin që të marrë frymë jashtë me ndihmë apo suport shumë të madh. Është pothuajse gati për jetën e jashtme, por është mirë që lindjet ta zgjasim të paktën deri në javën e 37. E thënë kjo, sa i madh është bebi në këtë javë? Kemi një bebush që pak a shumë peshon diku te 2,59 kg dhe është 46,23 cm, por kjo është aproksimative si gjithmonë. Ndërsa si formë që me një bostan në shalqini ndoshta, me një veden të vogël, melone, besoj se e merrni vesh. Në këtë fazë bebi merr diku tek 250 gram çdo javë, edhe këtë e kam thënë edhe tek episodi përpara, edhe kjo masa grase që ai merr tani do të përbëj atë 15% të peshës që do të ketë bebi në lindje. Nëse të shikonim gojën e bebit, tani janë formuar ato si ndarje të vogla që do të jenë vendet ku do të dalin dhëmbët. Ka beba që edhe lindin me dhëmb, këto janë raste shumë të ralla, por zakonisht bebat i kanë pas muajit të 6, por ka edhe beba që u dalin dhëmbët që në muajin e 4, të 5. Lelës time për shembull i kanë dalë në muajin e 8, që kështu nuk ka edhe këtu vend për krahasime, çdo fëmijë ka kohën e vet. Po i zhvillohen muskujt e fytyrës, po i mbushen me grasët e faqes që do të kenë këtë pamjen kështu me faqe që kanë bebat tipike. Vendi për të lëvizur është gjithmonë më pak, por kjo nuk do të thotë që nuk do ta ndjejmë bebin. Ne do të vazhdojmë ta ndjejmë bebin si zakonisht, me atë ritmin që është stabilizuar tani. Nëse më përpara ndjenim akoma më shumë, vjen një pikë që ritmi stabilizohet, por ne duhet ta ndjejmë konstantemente në konstancë gjithmonë gjatë ditës bebin në orare të caktuara si zakonisht. Ne tani si mami e kemi mësuar ritmin e bebit tonë dhe dim që ka ato oraret ku lëviz më shumë ose lëviz më pak. Dhe nga momenti që s'do të lëvizte, besoj se do ta kuptonim. Për më tepër ka edhe aplikacione që shënojnë lëvizjet e bebit. Unë nuk e bëj këtë sepse i bie që të fiksohem komplet, por që bebi brenda duhet ketë 10 lëvizje brenda 2 orëve, në mos gaboj. Nuk dua të them një budallik tani këtu, por është një matës i lëvizjeve që beba duhet ke një tot lëvizjesh edhe i mata. Jo sa herë që ti ke lëvizje, e shkruan aty dhe të thotë pastaj që nëse lëvizjet janë okay sipas aplikacionit ose jo. Por unë nuk do ta këshilloja këtë, sepse pastaj bie që të fiksohemi, nëse janë 8 lëvizje dhe jo 10, ne shkojmë në panik dhe nuk është momenti që ne të panikosemi. Duhet të rrim shumë të qeta, të paktën edhe 2 javë të tjera, derisa të shkojmë në javën 37, pastaj bebi le të bëj çfarë do, le të vijë. Çfarë ndodh me ne mamat ndërkohë? Siç mund ta shikoni, nuk e di nëse kuptohet edhe tek video, frymara ime shumë e shkurtër tani. Deri në javën e 36 ka gjasa që bebi të
ka më shumë gjasa që bebi të rrotullohet me kokën poshtë, por këto vinë edhe paksohen. Edhe këtu doja të ndaja me ju një këshill që ka marrë nga mamia ime, disa ushtrime, 2 ushtrime praktikisht, që mund të bëhen për të shtyr bebin që të lëvizi në pozicionin nëse është me kokën lart, edhe është që të vendosini me gjunjë edhe duar në pozicionin e kao quhet në yoga, thjesht vendosni gjuhët edhe duart, edhe pastaj vash avash i ulni bryllat, pra do të keni një pozicion kështu, edhe thaj të qëndrosh kështu për 10 minuta. Edhe tjetra është që të qëndrosh i shtrirë me bark, duke vendosur jastëk te beli, që barku të ngrihet, edhe ideja është që bebi të vendoset në një pozicion jo shumë komfort, edhe në këtë mënyrë ka gjasa që të ndryshoj pozicioni sepse nuk është komfort. E thënë kjo, dua të specifikoj që parë se ta bëni këtë gjë, të konsultojnë me mamin tuaj, sepse për shembull për mua kjo ishte okay, por ka nëna që kanë një pozicion mitre që nuk duhet të rrezikojnë me këtë, që kanë një rrezik shkëputje për të placentës, apo nuk e di çfarë rreziku mund të kenë. Pra duhet të konsultohen përpara me mamin, me mjekun e tyre, përpara se ta bëjnë këtë, por është një ushtrim që mua personalisht më këshilluar. Nuk më këshillohet rrotullimi i bebit me mënyrë manuale, sepse ndoshta e dini, është edhe ajo mënyra manuale që e bëjnë doktorët, normal je monitoruar dhe përgatitur për ndërhyrje nëse diçka shkon keq. Bën një manovër me duar që ta rrotullojnë bebin. Disa thonë që është pak e dhimbshme, disa thonë që nuk është e dhimbshme, është e durueshme, por në rastin tim kjo nuk këshillohet. Duhet ta bisedoni edhe këtë me doktorin tuaj. E thënë kjo, diçka tjetër interesante është që t'i afrosh bebit një dritë te barku, ta vendosësh tek fundi i barkut, sepse thonë që drita, ne dim që tani bebi shikon dritat, duhet që ta merrni një dritë, një elektrik me drita, vendosit në fundi i barkut, edhe ajo ndoshta do ta tërheqi, mund ta tërheqi bebin dhe mund të rrotullohet. Por unë personalisht ç'a besoj është që nëse bebi ka, për shembull në rastin tim, nëse bebi është me kokën lart, e ka një arsye që është me kokën lart dhe nuk dua ta sforcoj shumë këtë situatë, sepse besoj që nëse është ashtu do të thotë që është më komod ashtu. Nëse rrotullohet pa shumë sforcim është totalisht okay, por që nuk dua të bëj të pamundurën që të rrotullohet, sepse shqyr Zotit tani kemi shumë mënyra për të lindur, shumë mënyra, domethënë kemi edhe lindjen cesariane që është totalisht okay, për të mos prekur përsëri këtë temë, sepse kam trajtuar edhe tek videot e tjera. Vetëm pak te kjo java 35, por kisha të rëndësishme që ta ndaja këtë informacion sepse e di që shumë mama e kanë me merak këtë pjesën. Dhe tani do kalojmë në javën e 36. Mua më mbahet frymën gjithë kohën, nuk e di pse sot kështu. Sot domethënë ka kohë kështu, por që në krahasim me regjistrimin e videos tjetër që ka qenë para një jave ndoshta, ndjet ndryshimi. Edhe se si ndjemi ne mamat në fakt do ta prek në javën e 36, se është pak a shumë e njëjta punë tani. Edhe tani në javën e 36 bebi jon peshon diku tek 2 kg e 81 gram, por është gjithmonë aproksimative, ndërsa është i gjatë 47.3 cm pak a shumë, edhe kjo aproksimative, edhe ka formën e një cavolo cappuccio që janë ato lakrat, cavolo cappuccio quhet në italisht, por që janë ato lakrat që kanë këtë madhësinë pak a shumë. Tani bebat nëse do të lindin, do ishin autonom, nuk do të kishin nevojë për inkubator, vetëm në rast se kanë ndonjë problem shëndetësor, por në përgjithësi mund të marrin frymë vetë dhe nëse do të lindin do ishte okay. Tani këtu dua të qëndroj pak më shumë tek kjo javë, do të qëndroj pak më shumë tek mami, sepse fillojnë edhe ato simptomat përgatitore për lindjen. Ndoshta barku mund të zbres poshtë dhe ju këtë mund ta kuptoni kur mund të merrni frymë më lirshëm, nuk i keni më ato reflukset, nuk është rasti im, sepse beba im është akoma shumë lart, se jam akoma në javën e 35 siç po thoja, por do t'i regjistroj këtë video me informacionet që kam, sepse nuk i dihet kur bebi vjen, edhe unë dua që ta mbyll këtë episod edhe mos ju lej të pret shumë gjatë.
Thoja që nëna tani mund të kenë edhe humbje të sekrecioneve më të shpeshta se sa më përpara, sepse trupi normalisht po përgatitet, siç thash barku mund të zbresë dhe këtë mund ta vënë re edhe njerëzit për shkak të thonë, "O, të ka zbritur barku", kjo është tipike, një koment tipik në Shtatzani. Normalisht ndjehemi të lodhura, dhimbje kurrizi, ndoshta pagjumësia, jo ndoshta, por me shumë mundësi, sepse do zgjoheni 1 milion herë gjatë natës, po me këtë fakt jemi të njohur tashmë nga disa javë, por mos me thënë disa muaj. Për çdo nuk e di, për çdo simptom që nuk ju duket normale të shkoni tek mjeku, sepse tani është momenti që beba mund të vijë në çdo kohë, sepse data e lindjes është thjesht një datë e caktuar kështu me disa llogaritje, por ajo nuk dihet eksaktësisht. Ju kam thënë dhe te video tjetër, nëse nuk keni bërë valixhet i bëni gati mama. Unë kam filluar, po një pjesë të rrobave janë sistemuar, kam bërë gati outfitet që do t'i marr bebushes, 2 outfite sa për dalë nga spitali, se ndryshe të tjerat na jep spitali. Kam përgatitur çantën time, i kam të gjitha gati, në rast se bebi vjen, të jemi gati. Po thoja që mos u fiksoni me datën e caktuar, sepse ajo mund të ndodhi, sidomos për ju mama që keni lindjen natyrale, sepse bebin e keni me kokën poshtë, mund të jetë më përpara, mund të jetë edhe më mbrapa. Mos u shqetësoni për këtë fakt, bebi do vi në kohën që dëshiron. Jemi në javën e 37, do të ecim, po mundohem që të eci sa më shpejt, sepse javët nuk është se kanë shumë ndryshim. Bebi tani peshon diku tek 3 kg e 2 gram, është i gjatë diku tek 48.3 cm. Tani thuhet që beba ka 300 kocka, ndërkohë që ne kemi vetëm 206, sepse këto normalisht do të formohen, do të ndryshojnë pas lindjes. Dihet që kockat e bebi tani janë mobile, le të themi, që të favorizojnë lindjen natyrale. Diçka tjetër interesante është beba tani përcjellin shumë likuid amniotik, sepse përgatiten për jetën për më jashtë, bëjnë ato trajnimet e veta, edhe kjo do t'jetë ajo që quhet mekonium, që do t'jetë nevoja e parë e bebit, edhe ka atë konsistencën apicikoze ngjitëse dhe të zezë për mamat e reja për herë të parë. Po ju a them këtë informacion, mos të trembeni, të thoni ua, çka ka bebi im që kryen nevojë në këtë ngjyrë, është normale, që është që vajzat mund të kenë menstruacione pas lindjes. Mos u habisni, është çdo gjë në normalitet. Ka tjetër janë edhe thonjtë e bebave që vazhdojnë edhe rriten brenda në barkun e nënës, po janë akoma të buta, por që e kryen këtë proces. Ne shqiptarët, me sa di unë, kemi kështu që mos i prisni thonjtë e bebave pa bërë 40 ditë, sepse nuk është mirë. Në fakt këshillohet që mos i prisni, sepse mund t'i vrisni, jo se ka ndonjë gjë që i ndryshon bebit. Di plot njerëz që ja kanë prerë dhe nuk ka ndodhur asnjë gjë, por që këshillohet mos ja prisni si fillim, sepse janë shumë të buta dhe duke qenë aq të buta nuk e merrni me ta fëmijë se sa duhen prerë, dhe mund thjesht që ta dëmtoni bebin, ti bëni keq, ta vrisni, edhe prandaj këshillohet që të mos i prisni. To ja mama, ne do të kemi gjithë kohën ato kontraksionet e Braxton Hicks që kanë filluar me kohë për mua për shembull, por nëse nuk keni patur më përpara, janë ato kontrakcione që barku juaj bëhet i fortë, por nuk duhet të jenë të dhimbshme edhe nuk duhet të jenë, le të themi, kaq të shpeshta. Fakti që mua më dërgoi në spital që po ju thoja herën e fundit ishte sepse i kisha vazhdimisht një bazditë të tërë, por ishte sepse i kisha nga lodhja. Kur një shenjë që do të nisi lindja, që do të hyni në lindje, mund të jenë sepse pyeta edhe mamin time për këtë, duke qenë se unë nuk e kam kryer këtë fazë me lindjen e parë, kam patur kontraksione, por nuk e kam kryer të gjithë pjesën e travaljës, përgatitjes së lindjes. Edhe e pyeta kush janë shenjat që unë duhet kuptoj të jem në alertë që unë po hyj në fazën e lindjes. Më tha nëse këto kontraksionet janë të rregullta, janë të dhimbshme, nuk janë vetëm para, se Braxton Hicks normalisht janë vetëm për para, por vinë edhe nga kurrizi edhe tek barku, edhe janë sistematike. Ndodhin sistematikisht, nuk është se ndodh një tani, një pas 2 orëve, 3 herë në ditë, janë sistematike edhe vinë edhe
afrohen shumë me njëra tjetrën dhe bëhen gjithmonë më të dhimbshme, edhe nuk ndryshojnë, nuk përmirësohen me ndërrimin e pozicionit. Që kështu mama ta dini. Në qoftë se jeni të reja, në qoftë se jeni për herë të dytë, tashmë e dini, besoj. Sa diçka tjetër që mund të jetë është humbja e tapës mukoide, që është një sekrecion që nënat humbin. Kjo mund të ndodhi dhe disa ditë përpara lindjes. Normalisht plasja e ujrave, këto janë gjëra që më tha mamia ime. Edhe për këto normalisht duhet në rastin tim duhet me njëherë që të shkoj në spital, por nëna që kanë një lindje natyrale nuk është se kanë me kaq urgjencë që plasja e ujrave nuk do të thotë që bebi po vjen në 5 minutat e ardhshme, por do të thotë që jeni zyrtarisht në fazën, po hyni në travagje në fazën e lindjes, po hyni në lindje, në procesin e lindjes. Ne mama duhet të them edhe diçka tjetër që mua personalisht më shtuar uria, edhe indikohet që të shtoni pak atë kalori që merrni, sepse trupi ka nevojë. Po ta dëgjoni trupin tuaj, fakti që keni më shumë oreks do të thotë që trupi ka nevojë. Edhe pas lindjes në gjithëdhënie, për shembull nëse merrni 2000 kalori, aplikacioni im thotë që duhet të merrni 3000 kalori, sepse ka nevojë për gjithëdhënia ka nevojë për një konsum kalorish më të larta. Jo eksaktësisht si thonë të hash për 2 për 3, po që të rrisësh pak konsumin e kalorive është totalisht okay. Çka e rëndësishme është që të fillojmë të punojmë edhe me mindsetin ton, me përgatitjen pikë së pari se çfarë do të jetë lindja, që ta marrim parasysh lindje natyrale apo lindje cesariane është totalisht okay, sepse edhe lindja natyrale ka nevojë më shumë përgatitje nga ana fizike për faktin që do menaxhosh aq shumë dhimbje të forta. Edhe frymarrja është shumë e rëndësishme, ju kam thënë nëse keni mundësi të bëni një kurs përgatitor, bëjeni. Në Europë këto ofrojnë edhe falas nga, për shembull në Gjermani, nga karta e shëndetësisë nga spitali ku do lindni, por edhe në Shqipëri e dim që ka shumë kurse përgatitore. Unë do të këshilloja atë të Marinela Mamia, për shembull, apo ka plot kurse përgatitore që mund të bëni, po është e rëndësishme që të bëni, por edhe të punoni, nëse nuk do të keni mundësi të punoni me frymarrjen tuaj. Unë e them këtë edhe nga eksperienca, sepse edhe se linda me cesarian, fakti i frymarrjes ishte shumë i rëndësishëm, mindseti, sepse edhe në lindje cesariane ka momente ku duhet të ruash shumë qetësinë, kur ke disa momente të vështira, siç është epiduralja, siç është kur të vendoset anestezia, domethënë, siç është momenti kur fillon operacioni dhe ke lëvizje të tensionit, disa nëna edhe ju duhet të vjellin gjatë kësaj faze. Unë patja një rritje të tensionit që u duk edhe në mënyrë vizive, sepse mundësi komplet qafa, por edhe unë pata ndjesin, më kishin përgatitur për këtë fazë dhe menaxhova vetëm me frymarrjen. Do t'ju them që të përgatiteni për këtë fazë edhe të punoni shumë me frymarrjen. Është shumë e rëndësishme frymarrja me hund, gojë, keni plot teknika edhe në internet. Është e rëndësishme që të përgatiteni për këtë fazë edhe të mos panikoseni gjatë lindjes, po ta përjetoni në mënyrën më pozitive. Jemi në javën e 37 tani mama, dhe tani zyrtarisht bebat tona janë në kohë të plotë, mund të vinë pa asnjë problem, janë të aftë që mirë që të marrin frymë vetë, por që të kryen edhe procesin digestiv, që të tresin likuide siç është qumshti i nënës apo formula. Urinojnë rregullisht edhe është totalisht që bebat të vinë në jetë në këtë fazë. Mund të themi që tani bebat kanë më shumë vështirësi të rrotullohen, prandaj thuhet pas javës së 36, ato që janë kthyer me kokën poshtë, të qëndrojnë me kokën poshtë, ato që janë me kokën lart, të rrinë me kokën lart, por mrekullit ndodhin gjithmonë se bebat janë kthyer edhe në moment të fundit. Tani do ndjejmë ato kolpë do të jenë më deciziv, por ju që keni bebi me kokë poshtë do të ndjeni poshtë brinjëve, ndërsa një të tjerët varet nga pozicioni, por që janë goxha të forta. Apo tani bebi
e ka humbur, e ka pothuajse të humbur atë pushin e trupit, në qoftë se i ka mbetur akoma do t'i bie me një herë pas lindjes. Tani për ne nënat është ajo faza që kemi më shumë likuide të mbledhura, ujëra të mbledhura në trup, fillojmë edhe fryhemi, akoma edhe më shumë, siç mund të duket, edhe dhimbjet janë të mesit, të barkut, janë më se normale, thjesht siç ju thash edhe në javët më përpara, nëse ju të vërini ndonjë ndryshim, thjesht duhet të komunikoni me ginekologët tuaj ose nëse e shikoni situatën alarmuese ose thjesht ju ndjeni në ankth, shkoni në spital edhe më mirë në kontroll më shumë se sa një më pak, si themi gjithmonë. Tani mitra jon vjen deri në 20 cm sipër kërthizës tonë, edhe kjo nuk është shumë komforte le të themi. Në qoftë se u fryen këmbët, mundoheni që t'i mbani të ngritura, pushoni sa më shumë, pini sa më shumë ujë, kjo është shumë e rëndësishme, si për qarkullimin e likuideve, por si edhe për likuidin amniotik kjo ndihmon, për ujërat e kam fjalën, që kështu pini, rini me këmbët lart edhe mundoheni që të pushoni sa më shumë. Mamasita, kalojmë në javën e 39 edhe wow, unë nuk kam arritur në javën e 39 me shtatzaninë e parë, por të shohim kësaj radhe. Tani bebi është një bebush shumë gati që të vi në jetë, peshon diku tek 3 kg 400 gram, ndoshta edhe 600, ka edhe beba që linin 4 kg e gjysmë, është thjesht një numër aproksimativ, diku tek 50 cm, por edhe më shumë, ose edhe ndoshta edhe më pak, nuk i dihet, varet nga bebi, por që tani bebat janë plotësisht gati që të vinë në jetë. Për shkak të transferimit të hormoneve nga nëna tek fëmia, beba mund të ketë organet gjenitale të ketë të fryra, mos u tremni, normalisht që mjeku juaj do t'ju informoj për këtë, por është diçka normale, bebit mund të lindë edhe me një formë të çuditshme të kokës, sidomos ato që lindin me via natyrale, me lindje natyrale, edhe për këtë mos u tremni sepse është normale, ajo do të shkojë në formën e duhur në ditët në vijim. Mund të lindi me ato sytë e fryra, ne me zor presim që t'i shikojmë sytë, ndërkohë që bebat as nuk i hapin sytë ndonjëherë, sepse i kanë sytë e fryra. Të gjitha këto do të janë hyrë në normalitet, le të themi, dhe do të sheshohen, do të normale brenda pak ditëve pas lindjes. Ndërkohë për nënat, simptomat janë të njëjta, ne ndjehemi goxha të rënda, por nëse jeni në gjendje shëndetësore të mirë, ecja do t'ju ndihmojë shumë. Që kështu e di që është e vështirë, se gja për mua është e vështirë të dal nga shtëpia në këtë fazë, por nëse jeni në gjendje të mirë shëndetësore, vazhdoni e bëni ato shëtitjet e vogla aty rreth e qark. Ato kontraksionet e Braxton Hicks do vinë dhe do shpeshtohen, edhe një nga ato kontraksionet do të bëhet kontraksioni i vërtet dhe do futeni në fazën e lindjes, që kështu është shumë e rëndësishme që t'i dalloni. Kujtoni ato që ju thash pak më parë në javët më përpara. Edhe po, mund të plasin ujërat, në qoftë se plasin ujërat, siç po ju thoja, brenda 24 orëve sugjerohet që të bëhet lindja, që kështu nëse lindja nuk do ndodhi, me shumë mundësi doktorët zgjedhin atë induction që ta provokojnë lindjen, sepse nuk është mirë që normalisht beba të rri pa likuidin amniotik shumë gjatë. Që kështu përgatitoni, merrni me shumë pozitivitet. Edhe, po, ne jemi gati, se për këtë kemi pritur kaq 9 muaj për këtë moment. Duhet të ndjehemi më shumë se gati, por e kuptoj që normalisht edhe nëse nuk ndjeni gati edhe keni ato frikrat tuaja, sidomos kur është lindja e parë, unë e kuptoj shumë mirë, por mendoni që është një proces që e ka bërë Zoti, është totalisht natyral, edhe do t'ja dalim. Patjetër që do t'ja dalim. Tani në këtë fazë, në fakt duhet ta kisha thënë që në javën e 37, mua më është këshilluar që të bëj masazhin e gjirit, për ato që duan të mbledhin kulloshtërën, por kjo është një teknikë që nuk bëhet me mendjen tuaj dhe unë nuk do të zgjatem shumë këtu, sepse nuk jam eksperte që të flas për këtë pjesë, por e di që është e mundur. Kjo sugjerohet sidomos për nënat për shembull që kanë diabet, që të mbledhin kulloshtërën para lindjes. Për nënat që do të lindin me lindje cesariane, që do të zgjedhin edhe ndoshta një anestezi totale. Janë disa raste specifike që mbledhja e kulloshtërës është shumë e rëndësishme, por për nënat e tjera është thjesht një zgjidhje.
Por masazhin po, këtë ma këshilloi dhe mamia ime, por edhe nga kursi përgatitor për gjithëdhënien që unë po bëj me Zamirën, që ju kam folur edhe në episode të tjera, por edhe në vloget e mi, këshillohet masazhi përgatitor për gjirin, gjimnastika i gjirit, që të kemi sa më të lehtë gjithëdhënien. Prandaj nga java 37 mund t'i nisim këto, edhe po, duke munduar që të ndihmojmë veten tonë që çdo gjë të shkojë sa më mbar. 29 forma e bebit është sa një xuka, sa një kungull nga ato kungujt e Halloweenit, le të themi. Në javën e fundit, në javën e 40, që shumë mama nuk e arrin, por dhe të tjera e kalojnë. Tani bebi jon peshon diku tek 3,6 kg, ose më shumë më pak, diku tek 51 cm. Okej, është java e fundit dhe shumë mirë sepse unë lodha tani duke regjistruar. Kurrizi më thot mbylle mos e zgjat më, por me shumë pleasure, me shumë kënaqësi do ta bëjmë edhe këtë javën e fundit. Erdhëm në fund të këtij rrugtimi, nuk ka shumë për të thënë sepse simptomat janë të njëjta, na ndajnë pak ditë ose pak orë nga lindja, nëse keni arrit deri në këtë javë. Dhe këtu po, nuk e di, nuk ka shumë rëndësi që t'ju them informacione se tashmë dihen, por thjesht nga ana psikologjike të doja që të gjitha ju mama ta merrni me shumë pozitivitet. E di që lindjet nuk janë të gjitha pozitive, të mbara me Leilën, për shembull, unë kam patur një lindje jo shumë pozitive, një postpartum jo shumë pozitiv në spital, por si lindje ka hecur mbar dhe si rekuperim ka hecur mbar. Tani si për lindje të dytë, me përgatitje ndoshta dhe me eksperiencën, e kam shumë të rëndësishme që të kem mendërisht, psikologjikisht një lindje pozitive sido që të shkoj, duke marrë parasysh pikërisht faktin që lindjet kanë ato ngërçet e veta dhe ti marrin parasysh tani që mos të nisemi me idenë që do të jetë fush me lule, jo, të jemi të përgatitura dhe të themi që okej, rëndësi ka rezultati final, që beba jon të vi mirë me shëndet, ne të jemi mirë, që të jemi mirë edhe për t'i shërbyer bebave dhe të jemi aty të gatshme për çdo gjë, edhe të kujtojmë që kjo është shumë e rëndësishme edhe për procesin postpartum, sepse nëse ne do të jemi të qeta, edhe ardhja e shumësh do të jetë më spontane, sepse dihet që ndikon. Edhe pse mos të jemi, sepse kemi bërë një punë të mrekullueshme këtyre 9 muajve, kemi krijuar një jetë në brenda barkut ton, edhe do të jemi shumë krenare për veten ton. Edhe po, është momenti që do takojmë bebushat ton, edhe nuk ka gjë më të bukur. Tani do filloj të emocionohem unë këtu, se hormonet janë kështu, por që po. Unë ju falenderoj të gjithave ju që keni kaluar te këto video, që i keni parë, që ju nëse ju kanë ndihmuar sado pak, unë e di më kanë ardhur mesazhe dhe komente nga ju që ju kam shoqëruar në çdo javë të shtatzanis, ju kam paraprirë dhe ky ka qenë objektivi im që prej fillimit, edhe po unë jam shumë e lumtur që i arrita deri në fund të këtyre episodeve. Edhe po ju falenderoj shumë për suportin. Në qoftë se dëshironi, i ndani këto edhe në të ardhmen, kurdo që t'i shihni me nënat që sapo keni marrë vesh janë shtatzan, që edhe ato t'i kenë këto video, t'i shoqërojnë javë pas jave, mendoj që do ishte kënaqësi. Edhe po, ju uroj nga zemra një lindje sa më të mbar, sido që të vi. Uroj që të sillni jetë beba të shëndosh, të jeni vetë mirë edhe të keni një postpartum sa më të lehtë. Shumë përqafime, edhe po, do shihemi në video të tjera, në vlogje të tjera, edhe ndoshta me eksperiencën e lindjes. Paqim dhe take care, kujdesuni për veten.